Në pamundësi për të përballuar çmimin e naftës, banorët e zonave rurale ju janë kthyer metodave primitive për punimin e tokës. Zvetko Jani dhe Jorgji Mitra nga fshati Liçenas i Korçës tregojnë se kanë të pamundur financiarisht të marrin me qera mjete. Si zgjidhje kanë gjetur vënie në punë të kafshëve të shtëpisë, edhe pse e dinë që do t'ju duhet shumë kohë për të përfunduar punimin e tokave, punë që në pak orë mund ta kryente një traktor i vetëm. Ja, këtë tokë që ke ti, të duhet... Këtë, më duhet 10 ditë. Të do të punojë me traktor për sa? Traktori e bën edhe brenda 2 ditë, edhe 1 ditë. Po, duhet një çik para më shumë edhe prandaj e punojnë në gomert. Të moshuarit tregojnë se nuk janë të vetmit në këtë zonë që janë rikthyer metodave primitive në bujqësi. Sipas tyre, thuajse i gjithë fshati kanë thirrë në toka kafshët dhe parmendat e dikurshme. S'kemi të ardhur që të paguajmë, do detyrojmë që ta nxjerrim kafshëtën e bukës. Të paktën bukën, 70.000 lekë në një dylym të vetes benzin. Nëse pronat e tyre janë më të mëdha, atëherë një familje duhet të shpenzojë së paku gjithë pensionin për të kryer punët e bujqësisë për këtë periudhë.